Çka mundem me thonë për një policë sigurimi që ka pasur në bashkëshortja juve atje në Suedi? Por ajo shumë që ishte 3 milion krona suedeze, 260.000 euro, nuk është shuma maksimale. Unë në Suedi jetoj prej vitit 92, kom pas 2 biznese, një restorant dhe një kompani të pastrimi, e cila ka qenë përbashkë me Lirdonën, por të ardhra kemi pas mjaftueshëm. Unë në vit kom pas të hyra diku 45.000 euro, Lirdona diku 20.000 ndoshta. Unë jo morë edhe me internet, me investime online. Çka mundem me thonë për një policë sigurimi që ka pasur në bashkëshortja juve atje në Suedi? Po thuaj se çdo shtetas i Suedis ka policë sigurimit. Sigurimit, po. Edhe shtëpiak, edhe jetësor, edhe unë e kom pas, të njëjtin sigurim siç e ka pas Lirdona, e kom pas edhe unë, të njëjtin shumë, këtë si gjë normale me pas policë sigurimit. Por ajo shumë që ishte 3 milion krona suedeze, 260.000 euro, nuk është shuma maksimale e policës sigurimit. Do të thotë ajo mund të rritet deri në 600.000 euro, nëse pala ka interes. Po ka ndodhur me pas ndaj plasëritje të raporteve burr-gru? Nuk them që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve. A mundi me shpjegue qëndrimin e ju në Kosovë dhe kontaktin me dy të akuzuarit tjerë? Sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë Granit Plavën atë ditë që u shfaqen ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh. Vetëm përmes kushtrimit. Një revolë që është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim për shitje nga ona e Granit Plavës. Unë e desha që i ka kushtet matrona ekonomike dhe kur ai shitsi i armes na ofroi për shitje, Graniti ishte i interesu edhe më thot që këto thot unë e shes të nesërmen 2 fish. Janë demonstru disa video incizime ku shihen në lëvizjet e disa automjeteve, lëvizjet në restoranin Etno Kuqa apo Etno House, që të thonë kështu. Kur kom shku në Etno Kuqa me Lirdonën dhe fëmit, unë asnjëherë nuk e kom pa Granit Plavën. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Nuk kom pas asnjëherë qëllim unë me bleni arme dhe më vra gruaja ime me atë arme. Asnjëherë. Unë nuk kom qenë asnjëherë në jetë problematik, kriminal, drogerash. Unë as cigare nuk pi, as alkohol.